Limiti ka qenë që s'doja shkoja në gjëra personale. Ky ishte limiti që unë kisha. Pastaj asnjë kufizim tjetër. I kisha veshët e mbyllura edhe isha e fokusuar aty. Nuk isha vetëm unë, kishte shumë njerëz tjerë që punonin. Kishte një grup juristësh të partisë, Marash Logu ka luajtur një rol kryesor, 2-3 persona që punonin me mua afër, Marinela Mziu, disa persona që punuan se s'isha vetëm unë aty, po edhe persona të tjerë në parti. Po të them të drejtën, domethënë, i vetmi limit ishte asnjë gjë në lidhje me çështje personale. Në atë kohë që Rama pranoi të ngrihet komisioni hetimor për senatorët, kanë qenë kërkesa për disa afera të mëdha. Kanë qenë tre komisione që u kërkuan atëherë. Ka qenë dhe për rastin Beketi? Për rastin Beketi dhe u kërkua dhe një komision hetimor për zgjedhjet e 2021. Për shembull, për rastin Beketi, Arben Ahmetaj ka deklaruar që unë kam qenë në zyrë, Edi Rama ka thënë këtë komision të bashkohet qielli me tokën, nuk e pranoj. Ndërsa për rastin senatorëve, këto e kam sërish jo nga Zoti Ahmeti, por nga burime tjera afër Zotit Rama se është dashur ndërhyrje e fortë e Juri Kim që Rama të pranonte komisionin për senatorët. Dhe madje është kërkuar edhe si nder për pjesën e opozitës që ajo njifte, për t'i dhënë një farë legitimiteti. A ka pas ndërhyrje nga Juri Kim që të pranojë? Ka qenë një farë forme edhe një nder ndaj jush? Shiko, qëlloi që së pari kishte një hezitim për ta krijuar komisionin hetimor dhe së dyti e ndaluan komisionin hetimor pa dëshmit. Po për mua kjo e dyta ishte e papranueshme, sepse unë nuk i vija fytyrën diçkaje për të cilën nuk e çoja dot deri në fund. Dhe në të dyja rastet unë kam përdorur të gjithë hapësirën time, atëherë ka qenë Soreka ambasadori i BE-s. Ka qenë Juri Kim ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i kam kontaktuar të gjithë ambasadorët dhe i kam thënë që kjo gjëja këtu që po ndodh është e papranueshme. Dhe unë kam nevojë për mbështetjen tuaj personale sepse unë i kam vënë fytyrën kësaj gjëje. Dhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë kur i ndaluan dëshmit, unë i thash që ato janë duke fshehur diçka të madhe sepse e kuptuan që kjo gjëja po ekspozohet dhe prandaj nuk po vinë për dëshmi. Në të dy rastet i kam kërkuar të dy ambasadorëve mbështetje. Unë personalisht. Në fakt pas komisionit hetimor, pas asaj seance, dhe më një veçantë pas përplasjes tuaj me Zotin Rama, Edi Rama në zyrën e kryeministrisë i ka thënë Juri Kim, gjithmonë sipas stafit të kryeministrit. Ky është nderi i fundit që të bëj. Kurrë më, sepse kuptoj që ekspozoi diçka shumë të madhe. Pas këtij nderi në thojza po them që ju bëri ambasadori Kim, ju dhe pjesë e opozitës që ajo mbështeste. S'kishte asnjë lidhje me asnjë pjesë tjetër të opozitës. Kjo ishte diçka, domethënë, kur i vendos fytyrën diçkaja, se kur ka kaq shumë akuza, kur unë dëgjoja kaq shumë akuza, unë do e çoja deri në fund. Dhe ky ishte qëllimi im dhe kjo ishte vetëm arsye pse unë doja ta çoja deri në fund. Sepse komisioni Beketit nuk u ngrit, shkoi në gjykatë kushtetuese, komisioni për hetimin e zgjedhjeve dështoi, dhe unë thash unë nuk kam për të qenë pjesë asnjë dështimi. Unë do të shkoj kësaj gjëje deri në fund. Po t'i kthehet që vitet e Baku pas këtyre 3 viteve. Çfarë mendoni se do bëjnë të ndryshe? Për të mos përdorur fjalën çfarë keni për gabim, se në politikë s'ka gabime. Ka vendime. Unë të siguroj që në të gjitha rastet kam bërë pafund gjëra për të cilat mund t'i kisha menduar ndryshe, mund të isha rikthyer në një moment, ka një deklaratë për të cilën në mënyrë absolute s'do e kisha bërë kurrë. Por unë të siguroj që në çdo rast, në çdo moment, kam menduar që ajo ka qenë më e mira. E kam menduar gabim. E rëndësishme është ta pranosh. Nuk kam dëshirë që të rikthehem, por është një deklaratë për cilën sot them që ajo ka qenë në të gjitha daljet e mia publike, deklarata për cilën nuk jam absolutisht sot komode, po edhe atëherë nuk isha komode. Unë s'kisha parasysh deklarat se njeriu në politikë deklaratat janë dhe emocionale, janë dhe momentale. Ka qenë diçka momentale dhe kjo deklaratë. Janë dhe momentale, ka zakonisht gjatë ditës njeriu bëhet pendohet në darkë për shumë gjëra që i thot. Unë ato që çfarë gjykoj janë analizën që bën njeriu mbi veprimet. Jorita e vitit 2025 me Joritën e vitit 2021-22. A mendon se dohet më shumë të dëgjosh shqiptarët se ndërkombëtarët? Shiko, nuk është se kam dëgjuar ndonjëherë ndërkombëtarët dhe kanë ndikuar ndonjëherë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët kanë punën e tyre, kam qenë e privilegjuar, jam e privilegjuar që kam hapësirë, kam akses që të ngrej çështjet opozitare. Por sigurisht që neve na votojnë shqiptarët, neve na votojnë demokratët.
neve na votojnë njerëzit të cilët i krijojmë atyre besim janë apo janë ndërkombëtarët. Dhe ne kemi arritur në një stad se Shqipëria sot nuk është ajo që ka qenë para shumë vitesh. Shqipëria sot ndodhet në një nivel ku s'ka nevojë më as për ndërmjetësim ndërkombëtar, as për absolutisht asgjë, sepse më përpara besoj që ju e mbani mend kohën ku pak vite më parë vinin ndërkombëtarët edhe për një datë zgjedhjesh. Kemi kaluar atë stad. Sot ndodhemi në një fazë ku ato kanë rolin e tyre, kanë pjesën e tyre, ne kemi pjesën tonë. Mund të ketë pas momente ku mund ta kenë kaluar ndoshta hapësirën, konventën e Vjenës, siç kemi qejf ne të themi, hapësirën e tyre diplomatike. Po, nuk është se kanë ndikuar në vendimarrje. Ndoshta informacioni ose gjykimi mund të kishte qenë i njëanshëm në këtë kuptim. Unë të siguroj që ka qenë periudhë ndryshimi dhe rritje për të gjithë ne. Ka qenë periudhë edhe hapje sysh, ka qenë periudhë askush se mendonte që do kalonte këtë që kaloi Partia Demokratike dhe është këtu ku është. Shiko, për të qenë serioz. Po të hysh të shikosh 3 vitet deri vitin e kaluar të kësaj partie, kjo pas ka qenë partia me elektoratin më të fortë në botë. Asnjë parti tjetër nuk do e përballonte apo nuk. Shiko, ne Tiranë kemi një shprehje mace me 7 shpirtra. Domethënë, aty duket sikur është e fjetur, po një moment ta prekësh ngrihet në këmbë. Kjo parti nuk do parti tjetër këtë nuk e përballon. Absolutisht. E ka treguar dhe të gjitha zhvendet komuniste, parti që kanë themeluar pluralizmin nuk ekzistojnë sot. Kanë mbaruar, kanë dalë. Pa këtë përplasje. Po. Imagjino me këtë përplasje. Megjithatë, dua të ngul prap këmbë. Dikur ka pas një grup shumë të madh njerëzish, biles në ata që konsiderohen paria politike, grupi kundër Zotit Berisha ka qenë shumë i madh se grupi afër Zotit Berisha.